Pas dite jashtëzakonshme futbolli në Korçë, aty ku historia, krenaria dhe ambicia përplasen në një 90 minutash që vlen sa një sezon i tërë. Sot nuk është thjesht një ndeshje, sot është finalja e vërtetë e kategorisë së parë. Skënderbeu kundër Lat. Dy emra të mëdhenj të futbollit shqiptar që kanë kaluar stuhi, kanë rënë por janë ringritur menjëherë për të kthyer aty ku e kanë vendin, në elitë. Dhe tani përpara tyre është hapi i fundit, ai që ndan kampionin nga pretendenti. Përshëndetje miqtë të Show Sport, jemi me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Skënderbeu për aktin e fundit të mbylljes së sezonit të rregullt. Është momenti t'ju njoh me formacionet e dy skuadrave, fillimisht me Skënderbeun drejtuar nga Ernest Gjoka që vjen me rreshtimin 4-3-3, duke filluar në port me Ilir Dobjani në mbrojtje, Vangjeli, Ramos, Dumfur dhe Shaqe. Janaçi, Estreja dhe Abubakar janë tre lojtarët që formojnë në mes fushën, ndërkohë Gjumsi dhe Nasër, sulmuesi egjiptian, një nga lojtarët më produktiv të ekipit të Skënderbeut, autori 18 golave, ndodhet në kraun e majt dhe në qendër të sulmit është Mario Beshiraj. Këto janë 11 lojtarët të hedhur në fushë nga trajneri Ernest Gjoka. Skënderbeu, skuadra që ka ditur të mbajë ritmin, ka treguar stabilitet dhe karakter gjatë gjithë sezonit dhe korçarët vinë në këtë sfidë me një avantazh të artë. Një barazim do t'i mjaftoj për të shpallur kampion. Në krahun tjetër, Laçi drejtuar nga Naxhi Shensoi po përjeton një formë fantastike, një formë të jashtëzakonshme dhe vjen me rreshtimin 4-2-3-1. Në port është Biba, në mbrojtje Azizi, Kurti, Harrison dhe Mjaki. Nerguti dhe Bibo janë dy lojtarët të cilët do të formojnë në qendrën e mesfushës, Myrta, Traore dhe Muhamad, të gjithë në mbështetje të sulmuesit Ledjo Tresa. Pam pak më parë presidentin e Laçit, zoti Bashk Laska, sigurisht që ka ardhur me një objektiv të qartë. Është një skuadër që nuk një dorëzim, një ekip me shpirt gare dhe uri për sukses. Do vendos drejtësinë në këtë përballje Florian Lata, ndihmuar nga Mario Shazivari dhe Redi Zaimi. Do të jetë një ndeshje ku do të ketë teknologji. Në dhomë është Olsion Yzeiraj, ndihmuar nga Emanuela Rusta. Ja tek është edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Armand Duka, për të ndjekur këtë 90 minutë. Është vërtet interesant, një përballje pa favorit, një përballje ku të dyja skuadrat kërkojnë prestigjin, kërkojnë trofeun, por edhe shumën prej 50 milion lekë është akorduar nga Federata Shqiptare e Futbollit për skuadrën fituese, për skuadrën që do të shpallet kampion i kategorisë së parë. Ka dhe një atmosferë fantastike në stadiumin Skënderbeu. Gati kryesori Florian Lata për t'i dhënë jetë kësaj përballje, një 90 minutësh vërtet interesant që shpresojmë të jetë më i bukur, të jetë një mbyllje e sezonit në mënyrë spektakolare. Një top i dorëzuar shpejt nga ana e kurbinasve, një rreshtim ku trajneri i Laçit Naxhi Shensoi ka rrezikuar duke hedhur në fushë thuajse 4 sulmues, zakonisht ka interpretuar pra një skeme 4-3-3, kurse këtë ndeshje vjen rreshtimi 4-2-3-1. Muhamad ka topin, mbyllet nga Shaqe. Ja tek është edhe trajneri Skënderbeu, Ernest Gjoka, që po bën një sezon të jashtëzakonshëm në shtolin e Skënderbeut. 24 fitore, 5 barazime dhe 3 humbje është bilanci i Ernest Gjokës. 77 pikë të koleksionuara. Do qëm edhe trajnerin e Laçit Naxhi Shensoi, i cili pranoi të drejtonte Laçin në javën e 10
Një sezon i Laçit që nisi fillimisht me portugezin Rui Amorim. U largua vetëm në 2 javët e para. Pas javën e 10 erdhi Naxhi Shensoi, i cili ka një bilans vërtet të jashtëzakonshëm, 18 fitore, 5 barazime dhe asnjë humbje. Ka dhënë ekipit të Laçit 59 pikë. Rivëni me duar për Skënderbeun. Dhe kështë edhe kapiteni Estrella, portugezi, një nga katalizatorët e mes fushës. Dubjani luan tek Ramos. Dumfur. Estrella. Ramos. Avancon braziliani, edhe një vështrim. Në krahun e djathtë nuk e kupton. I në Vangeli. Ideja ishte mirë e që në mbërtësit brazilian. Topi ishte i fort. Ata kështë edhe Ledio Tresa, i vendosur në majën e sulmit. Traore nuk ka rinë do tek topi, mbyllet nga Ramos. Peshiraj vetëm prek topin me kokë. Asnjë rrezik në prapavijën e Laçit. Laçi që ka mbrojtjen më të mirë të kampionatit me 23 gola të pësuar. Skënderbeu ka pësuar një gol më tepër në 32 javë të zhvilluara. Blamër para Ortelio Biba. Vangeli. Estrella. Topi gjatë i tij, Kurti. E qetëson situatën duke kthyer pas tek Ortelio Biba. Azizi. Topi shpejt. Ramos gabon duke dhënë këtë mundësi kundër sulmi ekipit të Laçit me Ledio Tresën, cili është i rrezikshëm në duelet 1-1. Hyn në zonë Ledio Tresa dhe ka faull. Shumë pranë zonës, në limitet e saj. Mund të kishte fituar 11 metër sulmuesi Ledio Tresa. Shohim edhe një herë tjetër shpejtësinë. Arriti të depërtonte, të fitonte duelin me Dumfur, pavarësisht se ky i fundit i dha një dështyrë Ledio Tresës. Por numri 7 i Laçit nuk u zhbalancua në asnjë moment. Arriti të shtynte topin, të hynte në zonë, por për fatin e Dumfur dhe të Skënderbeut, faulli u krye jashtë zonës. Megjithatë është një pozicion i rrezikshëm, një pozicion ku mund të vendos në vështirësi serioze Skënderbeun. Tek topi është Azizi. Një goditje drejt për drejt që largohet me kohë nga Ramos. Dhe vjen goditja e parë nga këndi në minutën e 6. Përket Laçit. Shkon Fatlind. Azizi. Edhe një vështrim në zonë, shumë lëvizje. Është ndeshja e 8 e Fatlind Azizit. Edhe një herë tjetër Azizi që kësaj radhe luan në qendrën e mesfushës aty ku ndodhet Bibo. Topi larguar si mundet nga ana e Bibas gabon Muhammad. Salena Sër. Abubakar luan tek Ramos. Deri më tani po tregohet i kujdesshëm Skënderbeu. Shaqe. Estrella.
Prantisht Abubakar, por preferon një pasim tek Salen Asër. Kombinimet të mira të lojtarëve të Skënderbeut, por mbyllet në momentin e fundit nga Harrison Muhammad. Gabon sulmuesi e rikuperojnë topin shumë shpejt lojtarët e Skënderbeut, të cilët marrin frymëmarrje në këtë moment. Me Dumfur, i cili pason tek Ramos. Abubakar. Nuk ka alternativa për para, detyrohet të luaj pas tek portieri Dobiani. Dumfur e braktis zonën e tij. Salen Asër e stregja. Top i mirë tek Vangjeli, pasim i shpejt i Vangelit, por jo aq sa për ta çuar tek Gjumsi. Kurti. Top gjati Mjakit, shkon Traore të vendos në vështirësi. Dumfur e vendosur mirë mbrojtësi i Skënderbeut. Punohet Dumfur. Topi gjatë, mirë Shaqarin tirë, mbe kohë dhe topin Muhammad. Pasim në zonë, goditja përfundon jashtë. Çfarë mundësie për Skënderbeu në minutën e 8 për të kaluar në avantazh me Salen Asër. I jashtëzakonshëm Shaqe në atë moment, në atë situatë, duke rëmbyer kohën kundërshtarit. E shohim edhe një herë tjetër, topi gjatë i Dumfur. Muhammad nuk e ndjeu ardhje nga pas të Shaqes. Goditja e Nasër që tentoi shtyllën tjetër. Minuta e 9, kërcënimi par i përket Skënderbeut. Me sulmuesin egjiptian. Shaqe. Do larguar për para. Muhammad arrin ta kontrolloj topin. Luaj në zonën të ngushta lojtarët e Laçit. Tresa. Pasim që mbyllet në momentin e fundit nga Ramos. Goditja e dytë nga këndi për Laçin. Që del rrezikshëm me kundër sulme, me shpejtësinë e Ledio Tresës. Skënderbeu nuk është vetëm një duel për titullin kampion, por gjithashtu edhe një duel mes Olsi Myrtës dhe Salen Asër për gulashënuesin e kategorisë së parë. Shohim tarkim të Azizit, top i larguar me kohë nga Dumfur. Një pasim i gabuar i Bibos, megjithatë Korçarët nuk janë të qetë në këtë moment, në këtë situatë. Atë kështë edhe Steven Bibo. Siç e thash, Salen Asër është autor i 18 golave, ndjekur nga Olsi Myrta me 17 realizime, vetëm një më pak se egjiptiani. Luan përpara Abubakar, por mbyllet nga Kurti. Mjaki, Muhammad, Bibo. Luan tek Ledio Tresa, i spostuar në krahun e djathtë. Shohim markimi shumë i fortë. Olsi Myrta arrin të fitoj këtë faull. Shkaktuar nga Vangjeli. Shohim edhe një herë tjetër. Shpejt, Olsi Myrta. Dy lojtarë shumë me kualitet si Olsi Myrta dhe Ledio Tresa. Numri 7 i Laçit i përfundon kontratën në muajin qershor dhe ende nuk ka të një tritje shile për rinovimin e kontratës. Goditja e dënimit tek topi është Azizi. Arkimi i lehtë mbyllet nga Estrella. Tresa. Në vështirësi, kërkon të tribloj kundërshtarin, pikërisht Gjumsin. Nuk ja del, ky fundit arrin të fitojë një rivoli me duar.
jojnë të jenë shumë aktiv. Dy trajnerë si Ernest Gjoka dhe Naxhi Shensoj në pozicionet e tyre, duke dhënë indikacione, duke dhënë edhe besim dhe kurajo lojtarëve të tyre. Topi rëmbyer nga Traore. Kurti. Harrison. Pasimi gabuar. Traore nuk arrin dot të ketë kontrollin e topit. Estrella, i cili luan tek Salenasër në krahun e majt. E ka topin egjiptiani, por pasimi është i fort, i shpejt për tek Janaçi. Shohim dhe grinën dhe dëshirën e kapitenit të Lecit, Arlind Kurti, për t'i dhënë më tepër mbështetje shokëve të skuadrës. Kërkon të luaj përpara, portieri Ortelio Biba. Traore. Olçi Myrta luan shpejt tek Azizi, një top pas shpinës së mbrojtjes, por vjen me shumë shpejtësi Dumfur, duke larguar topin. Vënë me duar për Lecin, që ende nuk e ka dhënë rrezikun e parë, pa lajmërimin e parë, pavarësisht disa momenteve e daljet e shpesha të Myrtës apo të Lediotresës. Por deri më tani asnjë goditje në kuadrat tek porta e Ilir Dobjanit. Një top i larguar me kokë nga Harrison, djeu shqetësimin e Beshirajt. Kryevën me duar Kosta Vangeli, Mario Beshiraj rin të kontrolloj topin, luan tek Estrella, ky fundit e lë tek Dumfur. Shaqe kthen topin pas tek Dumfur. Ramos kërkon të administroj situatat me shumë kujdes, me qetësi skuadra e Skënderbeut. Topi dorëzuar nga Ramos, jo i kënaqur trajneri Ernest Gjoka me këtë top të shpërdoruar nga ana e brazilianit. Kryevën me duar Mjaki, mbyllet nga Shaqe. Deri më tani një ndeshje interpretuar mjaft mirë nga mbrojtësi krahut të majt. Myrta arrin të gjej mjaft mirë Nergutin. E pasim që mbyllet nga Ramos. Topi larguar nga Gjumsi, pretendohet për një faull, loj avion. Edhe një tjetër Gjumsi insiston, shtyn skuadrën përpara, por ai arkim, ai top nuk shkon tek Salenasër. Bibo. Mjaki, Nerguti. Edhe një tjetër ka topin Mjaki. Pason tek Muhamad. Ky fundit e kthen edhe një tjetër tek Mjaki. Harrison. Azizi. Arrin të pasoj tek kapiteni Lecit Kurti. Dhe shumë mirë në krahun e djathtë aty ku ndodhet Mjaki. Vonohet, heziton të arkoj, e bën në të dytin moment, por shumë larg pozicionit ku ndodhet Traore, që në disa momente vendoset si një qendër sulmues, dhe i tillë është pozicioni i tij. Por duhet të bëj dhe të llogarisë forcën e dy qendrave të Skënderbeut, si Ramos dhe Dumfur. Ka bën për një çast për deri i Skënderbeut, Ilir Dobjani, megjithatë pa dëme ky moment. I vënë me duar, i takon Skënderbeut.
Gjumsi jep një të shtyrë topin me kokë. Arison luan për para. E top që shoqërohet nga Ramos dhe përfundon tek Dobjani. Zitojnë lojtarët e Skënderbeut. Në ndeshjen e fundit ekipi Korçar nuk shkoi më shumë se një brazim 1-1 kundër Pogradeci, ndërkohë që Laçi arriti të fitonte me përmbysje kundër Kuksit me rezultatin 2-1. Ka një përplasje. Ka mbetur i dëmtuar Ramos. Shohim edhe një herë tjetër është Ramos dhe Ledjo Tresa. Një faul që është konfirmuar nga kryesori Florian Lata dhe i përket ekipit të Skënderbeut. Ditën e djeshme u zhvilluan 5 përballjet e fundit të javës 33 të kategorisë së parë dhe që mbylli sezonin e rregullt, ku Luftëtari dhe Kuksi janë dy skuadra që ndodhen në play-out, do të luajnë edhe një përballje tjetër për sa i përket mbjetesës, ndërkohë që Apolonia dhe Lushja janë dy skuadra që sezonin e ardhshëm do të jenë në kategorinë e dytë. Një pasim i Estrellas në krahun e djathtë. Të kundollet Janaçi. Shohim sa pas vjen Olsi Myrta për të mbyllur çdo lloj hapësire. Arkimi Evangelit i lehtë. Largohet me kokë nga Nerguti. Dumfur. Shaqe. Afrohet Estrella, topi për të. Punohet shumë, nuk ka alternativa për para, detyrohet ta luaj topin pas tek Dumfur. Ramos. Janaçi. Ramos. Estrella. Ramos i lirë. Edhe një herë tjetër Ramos. Tashmë loja spostohet në krahun e malit, ku ndodhet Shaqe. Salena Sër nuk ka rinë dot të vijojë një korridor premtues me Shaqen. Megjithatë Abubakar Gjumsi luan shpejt tek Mario Beshira, i mbyllet nga mbrojtja e Laçit. Olsi Myrta në vështirësi, shkojnë dy lojtar për të rëmbyer topin dhe rivënë me duar i takon Skënderbeut. Luan shpejt Vangeli. Janaçi tashmë që kërkon të përplas topin te kundërshtari për të fituar një goditje nga këndi. Myrta, Nerguti. Pasimi tek Bibo, me fati del topi. Ledjo Tresën. I vjen Dumfur, i shpejt pozicional që në mbrojtësi i Skënderbeut, por aksionin nuk vlen. Pozicioni pa rregullt për Ledjo Tresën. E shohim edhe një herë tjetër. Topi gjati dhënë nga ana e Bibos. Pikërisht këto janë momente, këto janë situatat që kërkon Laçi me kundër sulme, me topa të gjatë dhe të shpejt për të vendosur në vështirësi mbrojtjen e Skënderbeut. Megjithatë deri më tani Dumfur dhe Ramos po bëjnë mirë në qendër të mbrojtjes. Shohim avancimin e Dumfur. Pasim që mbyll Kurti. Dhe rivënia me duar i takon Laçit, fituar nga Traore. Që në sulmesi i cili do duhet të luftoj fort, do të duhet të përdor muskujt për të përplasur me Ramos dhe Dumfur. Do i përfundon tek qendërmbrojtësi brazilian Ramos. Dumfur. Estrella.
Deri më tani, po tregohet kujdesshëm Skënderbeu. Gjumsi. Arkimi i gabuar. Gabon Gjumsi. Lojtari i ardhur në merkaton e janarit. Dhe për bashkëpunimin me Tiranën dhe sigurisht që i ka dhënë një tjetër impakt fazës ofensive të ekipit Korçar. Edhe njërë tjetër, portieri i Laçit Ortelio Biba kërkon të luaj përpara Salen Asër. Fitojnë topin shumë shpejt lojtarët e Skënderbeut. Shaqe Peshiraj dhe pronë spon për të quar tek Salen Asër, por shumë larg. Pozicionet të tij mbyllet nga Harrison. Mjaki fton Ledio Tresën. Kërkon të marrë qendrën ky i fundit, por she Olçi Myrtën, pasimi është për të. E vjen në mbështetje Azizi. Fornohet Ledio Tresa. Arkimi i tij Muhamad, më pas Traore. Çfarë rasti për Laçi në minutën e 24. Është rreziku i parë i Laçit në portën e Ilir Dobjanit. I për të Traore shohim edhe një herë tjetër arkimi i Tresës. Muhamad tregohet i pasak dhe ajo goditje e shpejt e Traore si një penalti në lëvizje, duke trunditur shtyllën e Dobjanit me fat Skënderbeu. Insiston Laçi, Muhamad, Tresa, i vjen Salen Asër. Muhamad pason tek Ledio Tresa, edhe një herë tjetër. Arkimi i Tresës, po kësaj radhe i let, mbyllet nga Dumfur. Kurti. Myrta tek Muhamad. Tresa, Bibo, çfarë mundësie. Minuta 24. Në 1 minutë 2 raste mjaft të mira për Laçin. Fillimisht me Traoren, goditje e sulmuesi që u ndal në shtyllë dhe më pas kjo goditje e Bibos. Një diagonale precize ishte, por nuk ishte kuadrat. Ka mbetur i dëmtuar Kurti, faul për Laçin. Dy mundësi shumë të mira për Laçin që tregohet kërcënueshëm. Por deri më tani Skënderbeu po mundohet që t'i ul disi ritme në kundërshtarit, edhe pse është shumë shpejt. Jemi vetëm në minutën e 25, kanë kaluar vetëm 25 minuta nga kjo finale. Nerguti. Luan tek Harrison. Pasimi Kurti tek Muhamad, mbyllet nga shaqe Estrella Gabon, me shori portugez, tashmë është një mundësi e shpritje për Laçin me Olçi Myrtën. Traore. Luan tek Nerguti. Azizi. Traore. Kurti. Luan tek Mjaki. Afrohet Ledio Tresa, pasimi tek Bibo, por nuk arrin të kombinuan mirë me njëri tjetrin. Peshiraj. Estrella. Topi gjatë tek Gjumsi. Arrin të stopoj mirë, hyrë në zonë dhe përplasje mes dy lojtarëve të Laçit, ku pjesë bëhet edhe portieri Ortelio Biba. Ka mbetur i dëmtuar Azizi në atë moment. Paniku në prapavijën e Laçit. Shohim edhe një herë tjetër arkimi mirë i Estrellas dhe Gjumsi që hyn në zonë. Ishte Azizi, Harrison dhe
Portieri Ortelio Biba. Ndërkohë vjen goditja e parë nga këndi për Skënderbeun. Në minutën e 27. Shoj markimin. Top i goditur me kod dhe top që përfundon drejt për drejt në duart e Ortelio Bibës. Nerguti ka shumë hapësirë me shoqëri Laçit, i cili pason te Kurti. Ledio Tresa rretullohet mjaft mirë, arrin të krijojë hapësirë ndaj dy lojtarëve. Tresa karikon të djathtën jashtë, shumë larg portës. Tentoi të testonte reflekset e portierit Ilir Dobiani nga ajo distancë konsiderueshme. Është ndeshja e 12 si titullar për Ilir Dobiani, pasi siç dihet nga fillimi i sezonit ishte Marko Alia, po për shkak të një dëmtimi të rënd serioz në këto 12 javët e fundit ishte Ilir Dobiani ai që garantoi portën e Skënderbeut. Preka e fundit e Dumfur, edhe njëherë tjetër Laçi vijon të jetë përpara. Tresa pason tek Nerguti. Kurti. Njaki. Muhamad. Hakimi Bibos i mirë, topi që shkon tek Azizi. Hakimi Azizi që vendos në vështirësi Dobianin në shtyllën e dytë. Dhe këtu Muhamad shkakton një ndërhyrje të parregull ndaj shaqes. E shohim edhe një herë tjetër topin e larguar nga Dobiani, pavarësisht se topi mori një trajektore ndryshe. Rikuperohet topi shumë shpejt nga lojtarët e Laçit, por dorëzohet pa kushte nga mënyrta të njëjtë gjë bën edhe Dumfur. Shumë gabime në vetëm pak sekonda nga të dyja skuadrat. Ka ndaluar gjithmonë lojë nga kjo përballje SBU 0 Laçi 0. Ndeshje ku nuk kanë munguar rastet nga të dyja skuadrat. Por deri më tani asnjë prej të dyjave, si Skënderbeu dhe Laçi, nuk janë treguar të sakta. Topi gjatë i Ortelio Bibës. Estrella e dorëzon tek Mjaki. Steven Bibo. Mirta luan shpejt, por i lehtë mbyllet nga Gjumsi, që kërkon të nisë shumë të shpejt, por është Harrison i pozicionuar mirë, i cili e kthen topin pas tek Ortelio Biba. Gjumsi. Abubakar. Estrella luan shpejt, gabon Estrella, shohim të mundësi për Laçin. Muhamad pason tek Ledio Tresa, por gabon në pasimin final, në pasimin vendimtar, për të çuar tek Muhamad. Ndërkohë Ernest Gjoka që kërkon të qetësoj skuadrën psikologjikisht. Ishte një moment tensioni, një moment shumë i rrezikshëm. Por ja që lojtarët e Laçit nuk e shfrytzuan
Traore. Kurti. Ka bon kapiteni Laçi, topi fituar nga Saleh Nasr. Ka topin egyptiani. Shaqe. Mbyllet nga Muhamad me faul. Kështu vendos Florian Lata. E dukshëm. Faul i shkaktuar. Ana e sulmuesit Laçit që arriti të përfitonte në aksionin e pak çasteve më parë, por në momentin e fundit Ledio Tresa gaboi. Po di dënimi me Estrejan që kërkon të mbajë të përqendruar shokët e skuadrës. Shohim, Arkimi është i mirë dhe gushtimi i Ptelio Bibos. Preke e fundit e Muhamad, rivëni me duar për Skënderbeun, që kërkon të mbaj sa më larg Laçin e gjysmë fushën e tyre. Edhe kështë edhe njerë tjetër, zoti Agman Duka. Një ndeshje relativisht pozitive, me nuanca shumë të mira, me raste dhe me emocione. Dumfur. E kthen topin pas. Tek portieri Dobiani. Ramos. Topi gjati ti në brendësi, por largohet nga Azizi. Piba. Luan tek Myrta. Gjen Ledio Tresën. Goditja e Tresës dhe i gatshëm Dobiani duke i muar golin. Sulmuesit të Laçit minuta e 34. Del rrezikshëm Laçi, shohim pozicionin mos i rregullt ishte Dumfur që bante në lojë sulmuesin. Është goditja e tretë nga këndi për miqt. Arkim në zonë dhe më pas topi goditur nga Harrison përfundon jashtë, vetëm drithërima tek Skënderbeu. Me qetësi e merr këtë moment Ilir Dobiani. Harrison. Biba. Nuk ka faul, loja duhet vijoj Nerguti. E ban topin, e su shoj Laçi dhe të pronti por i vjen në ndim Traore. Topi është për të, edhe njërë tjetër Traore, më pas Gjumsi. E në rënd dhe preke fundit e Gjumsit. Rivënja me duar, i takon Laçit, jo i knaqër, Ernest Gjoka një aksion që ishte shumë pranti. Topi quaj për para nga Gjumsi, mbyllet nga Harrison dhe Kurti që gabon. Beshiraj hy në zonë, edhe njërë tjetër vonohet shumë, vonohet, umbet të shpejtësinë aksioni sulmues. Alin Tire mbet topin Kurti. E kësaj radhe rikthehet qetësia tek Laçi. Mjaki. Pason tek Muhamad, i vjen me shpejtësi shaqe Nerguti. E pro në gjithë mesin e fushës. Luan tek Azizi. Olci Myrta. Pason tek Kurti. Harrison tashmë fton Azizi në krahun e majt. Këto për tek Ledio Tresa. Kërkon ta mbyll Dumfur. Lëvizja e mirë e Tresës. Dhe Abubakar dhe Dumfur. Traore tashmë. Azizi për
tek Olçi Myrta. Muhamad nuk arrin dot të jetë i sakt për të pasuar. Ka bërë në këtë top të larguar Harrison dhe këndërje pa faule. Steven Bibos ka përshëllima nga tifozët. Bion Loja, Bibo, Njaki nuk ka ndërmend të largojnë topin lojtarët e Laçit, por ja që e bën kapiteni me shumë përshëllimave, por shohim edhe një herë tjetër ndërhyrja e Bibos ndaj David Janaqit. Edhe një herë tjetër kjo ndërhyrje nga një tjetër kënd. Ka një pjesëmarrje në stadiumin Skënderbeu për të ndjekur këtë finale mes Skënderbeut dhe Laçit. Një ndeshje që do të vendos ekipin kampion aty ku distanca mes dy skuadrave është vetëm një pikë larg. Gjë që e bën edhe më interesante, edhe më të hedhshme këtë sfidë. Asnjë problem për Janaqin në atë moment, në atë situatë, në atë kontrast loje me Bibon. Kondër organizohet Laçi. Kurti vendosen në pozicionet e tyre lojtarët e Skënderbeut. Bibo luan përpara, topi gjatë për tek Traore, mbyllen nga Dumfur, i cili e dorëzon tek Njaki Myrta tashmë. Punohet shumë Myrta, goditja e tij e lehtë që përfundon drejt për drejt në duart e partijës të Skënderbeut. Shohim është vetëm Beshira më e avancuar nga pjesa tjetër e lojtarëve të Skënderbeut. Dhe këtu Kurti me forcë. Me vendosmëri arrin të fitoj këtë duel me kundërshtarin e të marrë një rivani me duar. Myrta lutovin për Azizin, por gabon ky i fundit edhe në një pasim elementar për ta çuar tek Olçi Myrta, kërkon ndjes mbrojtësi i Laçit. Harrison pason tek Nerguti. Ortelio Biba. Topi gabuar Shaqe e kthen tek Dumfur me vështirësi. Megjithatë edhe lojtarët e Skënderbeut e dorëzojnë topin shumë shpejt. Edhe 5 minuta nga përfundimi i kohës së rregut, do të kemi edhe kohën shtesë. Dumfur. Vjen shumë vendosmëri, Bibo duke i rëmbyer topin Kosa Evangelit. Në pasaj pasim që nuk shkon tek Muhamad, aty ku Shaqe vetëm e shoqëron me sy. Atë kështë edhe Saleh Nasër, lojtari i cili ka shënuar 18 gola në kampionat. 18 realizime nga 30 ndeshje të zhvilluara, ardhur si pa dëshiruar nga Teuta, por tek Skënderbeu është në habitatin e tij. Nuk arriti dot të kontrollonte topin. Revani me duar për Skënderbeun, ja tek është edhe Naxhi Shensoi, i cili nuk kërkon të gabojë në këtë sprint të fundit. Kërkon të mbyll me fitore. Saleh Nasër dhe ndërhyrja në momentin e fundit nga Harrison është vendimtare.
i rrezikshëm Salen Nasër, i cili pati një mundësi në minutën e 9, e goditje që përfundoi jashtë, megjithatë dha kërcënimin e parë serioz në këtë përballje. Vjen goditja e dytë nga këndi për Skënderbeun. Do të jetë Estrella, një lojtar që ka një teknikë të jashtëzakonshme, shohim markimin, top që mbetet në zonë dhe ka patur një tjetër devijim. Dion të jetë përpara Skënderbeu. Është goditja e tretë nga këndi, barazohet numri i tyre. Edhe një tjetër Estrella. Arkimi. Dhe faull në sulm sipas kryesori Florian Lata. Interesant është fakti se Laçi ka 27 ndeshje rradhës i pahumbje, 21 fitore dhe 6 barazime, një ecuri e jashtëzakonshme në drejtimin e trajnerit Naxhi Shënsoi. Harrison. Topi shpejt, por është i fort. Kraun e maj tek Azizi. Ramos. Luan tek Dumfur. Ramos. Abubakar. Japin shumë hapësirë me shoqërit të Skënderbeut, i cili luan tek Estrella. Ramos. Vangjeli në krahun e djathtë. Pason tek Abubakar, edhe një tjetër Vangjeli. Markim në zonë dhe më pas topi larguar me kohë nga Harrison. Ndërkohë që Azizi shtyn ekipin përpara, por janë shumë larg pozicioneve të tyre Traore, Tresa dhe Olçi Myrta. Ramos. Pason tek Dumfur, afrohet Estrella. Shaqe. Pason tek Salen Nasër në krahun e majt. Arkimi shumë i mirë, goditja dhe më pas vjen tentativa e Kosta Vangjeli që ndalet nga Olçi Myrta, i cili përveç fantazisë të tij në fazën e sulmit bën edhe rolin e një mbrojtësi, duke mos lejuar që topi përfundonte në portën e Ortelio Bibës. Goditja e katërt për Skënderbeun. Shumë lëvizje në zonë. Është Estrella. Arkimi është i mirë. Pretendoi për një prekje të topit me dur. Për momentin loja vijon. Estrella. Dhe devijimi Harrison. Por këtu kryesori Florian Lata dërgon skuadrën në dhomat e zhveshjes. Nuk ka asnjë sekond shtesë, ndërkohë që ka protesta tek Skënderbeu për një prekje të topit me dorë dhe Lata që i ka dërguar skuadrën në dhomat e zhveshjes. Gjithçka mbetet e hapur, gjithçka mbetet e luftuar. Të dyja skuadrat patën mundësitë e tyre në këtë pjesë të parë. Rikthehemi edhe një herë mish me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Skënderbeu për pjesën e dytë të takimit Skënderbeu Laçi, një pjesë e parë me shumë raste të shpërdoruara nga të dyja skuadrat. Megjithatë, rezultati vijon të jetë 0-0 që i shkon për shtat ekipit Korçar, që edhe me një barazim do të shpallë kampioni kategorisë së parë.
asnjë lëvizje tek të dyja skuadra, si Ernest Gjoka ashtu dhe Naxhi Shensoi ka vendosur të besojnë zgjedhjet të para, zgjedhje që për momentin kanë qenë të balancuara sa i përket rasteve nga ana e dy skuadrave. Në minutën e 24, Laçi pati një mundësi shumë të artë me Traore, goditja e të cilit u ndal në travers. Gjithashtu edhe Bibo 60 sekonda më vonë me atë goditje prerësi. Shojmë avancimin e Shaqes. Mbet kontrollin e plotë të topit. Shkakton edhe një ndërhyrje të parregullt, kërkon ndjes ndaj kryesor Florian Lata. Për këtë faull të shkaktuar ndaj Kurtit. Nerguti. Harrison. Azizi për tek Lelio Tresa, por vjen me shumë shpejtësi Ramos. Ndërkohë që Harrison e kthen topin pas tek portieri Ortelio Biba. Kurti. Topi gjatë Traore nuk ka rinë do të pasoj saktë tek Muhamad. E që të arrin të rikuperoj topin ndaj Salen Nasr, pavarësisht një pretendimi për faull nga ana e egjiptianit. Muhamad. Punohet shumë në pasimin e tij për tek Lelio Tresa, ka bën gjithçka Dumfur. Dhe e largon si mundet, u vendos shumë në vështirësi nga prania e Lelio Tresës, duke vendosur disi në presion që në mbrojtësin e Skënderbeut. Tresa. E preke e fundit e Salen Nasr, ja tek është edhe tribuna kryesore qendrore aty ku ndodhet Krye Federata Shqiptare të Futbollit Zoti Armand Duka me dy presidentët, si Ardian Takaj dhe Pashk Laska. Vjen goditja e 4 nga këndi dhe para në këtë pjesë të dytë. Është Fatlind Azizi. Arkimi i tij, top i larguar nga mbrojtja e Skënderbeut. Azizi. Top që nuk kontrollon siç duhet, Myrta mbyllur nga Ramos. E prekja e fundit e Kurtit. Kërkon të mbajtë të karikuar skuadrën, trajneri Ernest Gjoka. Ata këti qërën edhe tifozët e Skënderbeut, që dhe më tepër mbështetje dhe kuraj o skuadrës tyre. Traore luan tek Bibo. Rryrje e parregull nga Salen Nasr. Kurti. Harrison. Azizi e kthen edhe njërë topin tek Harrison. Ortelio Biba pason tek Kurti. Nerguti Bibo. Vjen pasimet e shumta të lojtarëve të Laçit, Muhamad tek Mjaki, por e dorëzon mbrojtësi i Laçit, si gjithashtu edhe Salen Nasr, por edhe Kurti. Megjithatë vjen me shumë shpejtësi Muhamad, e lë topin për tek Mjaki, i cili sheh lëvizje në krahun e majt të Azizit. Arrin ta mbajë në lojë me vështirësi, punohet shumë. Luan pas tek Lelio Tresa. Azizi, Myrta, edhe njërë tjetër Azizi, Lelio Tresa, luaj në zonat të ngushta lojtarët e Laçit. Tashmë topin e ka Olçi Myrta, i cili luan sërish tek Lelio Tresa, kombinime të shumta nga ana e dy lojtarëve. Bibo, sheh në krahun e djathtë Mjakin. Ky fundit e kthem pas tek Kurti.
Gabon Ledio Tresa e vjen Estrella për të rëmbyer topin e për ta vendosur në vështirësi. Tresa. Pason tek Nerguti. Azizi, Olci Myrta. Pranë ti është Bibo. Fornohet shumë. Vendose në pozicionet e tyre, lojtarët e Skënderbeut tregojnë të kujdesshëm, një top i fituar nga Shaqe dhe top i gjatë për tek Salen Nasër që mbyllet nga Kurti. Tashmë është Skënderbeu që po bën lojën e Laçit të pjesës së parë të atyre minutave të para, ku në 2-3 momente Laçi doli me anë të kundër sulmeve. Salen Nasër. Gabon. I vjen Muhamad. Pason tek Ledio Tresa i sakt, por në momentin e fundit ndërhyn Ramos. Shumë një braziliani në momentin e fundit. Nuk kërkojnë të humbasin asnjë sekond. Futbollistët e Laçit. Arkimi Tresës. Do të larguar nga Ramos edhe një herë tjetër i vëmendshëm. Që në mbrojtësi brazilian. Nerguti. Të gjithë lojtarët e Skënderbeut në gjysmëfushën e tyre. Harrison. Azizi. Arkimi i tij shumë i fortë, i gabuar, nuk sjell asnjë rrezik, asnjë panik në mbrojtjen dhe portën e Skënderbeut. Merë kohën e ti, portieri Skënderbeut Ilir Dubjani. Estrella. Gabon. Muhamad mbyllet nga Estrella. Vjen lëvizja e parë tek Laçi, do të hyjë në fushën e lojës Sander Kalaj. Largohet Muhamad. Largon një sulmues krau dhe aktivizon një mes fushor. Naxhi Shensoi. E ndoshta mund të rikthehet skemës 4-3-3. Duke pozicionuar në mes fush Nergutin, Bibon dhe Kalajn. Dhe Myrta, Tresa dhe Traore do t'jenë 3 lojtarët në fazën e sulmit. Topi gjatë i Dobjanit. Kurti vjen në mbështetje Salen Nasër, i cili pason tek Estrella, ky i fundit, dhe një mbështrim në krahun e majt tek Shaqe, pasimi i shpejt Beshiraj. Nuk e kontrollon siç duhet. E gjatë topi shkon edhe një herë tek Skënderbeu, tek Estrella. Gabon Salen Nasër. Myrta. Pason tek Traore. Arrin ta mbajnë në lojë. Fiton duelin e forcës me Dumfur, megjithatë topi fitohet nga lojtarët e Skënderbeut që mundohen të luajnë në zonën e tyre. Abubakar në krahun e djathtë tek Vangjeli. Ramos. Një ndeshje interpretuar mirë deri më tani nga ana e brazilianit. Topi gjatë mbyllur nga Kurti. Ka mbetur i dëmtuar Nerguti në atë kontakt me gjumsin. E gabon Ledio Tresa. Musa Baba do ty pas pak në fushën e lojës.
Topi gjatë i Ramos. Arkimi gjatë drejtuar për tek Beshire, topi nuk shkon tek ai, megjithatë nis aksionin Skënderbeu me arkimin e Shaqes. Dhe Azizi së bashku me Ortelio Bibën lën topin të dalë jashtë fushë. Është momenti i zëvendësimit të parë tek Skënderbeu. Do të largohet David Janaci në fushën e lojës Musa Baba. Largon një mesueshor për një tjetër, nuk është se ndryshon diçka në rreshtim. Trajneri Ernest Gjoka. Kurti. Luan përpara, pretendoi për një pozicion të parregull nga ana e Traores dhe faul. Ka një faul, kartoni verdh për Dumfur. I pari lojtari i cili ndëshkohet me karton dhe vjen në minutën e 57. Ky është momenti i faulit, pavarësisht një pretendimi nga prapavia e Skënderbeu për një pozicion të parregullt. Ky është momenti. Ishte Evangeli lojtari i cili mbante në lojë Traore. Luan shpejt Azizi tek Bibo. Topi gjatë i Bibos, Nerguti, Myrta. E ka topin, është në zonë një moment vërtet delikat. Kalaj, goditja e Bibos që ndalen nga Abubakar dhe më pas topi përfundon tek Ilir Dobjani. Vetëm 24 gola të pësuar Skënderbeu në gjithë sezonin. Sigurisht një mbrojtje e hekur, një organizim i shkëlqyer dhe një disiplinë taktike. Këtu qëndron forca e vërtet e kësaj skuadre. Ndërhyrje e Bibos pa faul ndaj Shaqes. Pasimi i mirë tek Sander Kalaj, i cili është në zonë. Punohet shumë, shkojnë 2-3 lojtarë për të mbyllur çdo lloj hapësirë. Madje Shaqja arrin të rëmbej topin dhe të fitojë këtë faul, të fitojë frymare që i nevojitet Skënderbeut në momente të caktuara. Po bën një ndeshje shumë të mirë Klevis Shaqe. Ka një lojtar të Laçit të dëmtuar, është mesueshori Steven Bibo. Ky është momenti. Momenti ku ka mbetur i dëmtuar. Erdhi kundërshtari pikërisht Klevis Shaqe nga pas. Që një ndërhyrje fort. Musa Baba, luan tek Abubakar. Estreja mjaft mirë, hap lojën në krahun e djathtë, por nuk ka rindot Vangeli, gjithashtu edhe Gjumsi. Azizi luan përpara tek Ledio Tresa, është i shpejt. Kërkon t'i mbyll Abubakar çdo lloj hapësire. Vjen edhe Sander Kalaj. Nuk ka faul ndaj Ledio Tresës, loja duhet vijoj. Gjumsi. Edhe njërë tjetër, Aldo Gjumsi. Heziton dhe luaj për para, duke këthyar tek Dumfuri, ndëshkuar me kartonin e verdh. Në atë kontakt, në atë përplasje me Traoren, gjithashtu është ndëshkuar me kartonin e verdh dhe Shaqe. Për atë ndërhyrje ndaj Bibos. Estreja. Edhe njërë tjetër kapiteni Skënderbeu, Tarkim në zonë, nuk ka rinë do të Beshirej. Bibo, luan shpetek, Olci Myrta. Kërkon mbështetje numri 10 i Laçit. Bibo, dhe vjen ndërhyrja e Estrejës. Dhe i shkaktuar një ndërhyrje të parregullt.
Steven Bibos. Azizi. Arrin të gjetë të lirë. Sander Kalajn. Edhe njërë tjetër Azizi. Pasun tek Ledjo Tresa. Pozicionohen mirë lojtarët e Skënderbeut duke mos lënë asnjë hapësirë. Bibo. Mjaki. Edhe njërë tjetër. Ka topin Bibo. Arrin të pasoj tek Olci Myrta. Por ai top është i gabuar për tek Traore. Ideja ishte e mirë. Kemi hyrë në minutën e 62 të kësaj përballje. Vion tjetë rezultati barabartë. Skënderbeu 0, Laçi 0. Një pjesë e dytë që ka prodhuar pak mundësi konkrete, ndryshe nga pjesa e parë. Sander Kalaj rrin të gjejë Traore. Merr topin Sander Kalaj. Prekja e fundit e lojtarit të Laçit. Abubakar. Humbet topin me sushori i Skënderbeut. Ledjo Tresa. Tenton një pasim tek Azizi. Prekja e fundit e Abubakar. Çdo minutë që kalon shkakton një lloj tensioni tek lojtarët e Laçit që duan me patjetër të gjejnë golin. Pasimi mirë i Mjakit që mbyllet nga Dumfur. E vjen goditja e 5 nga këndi për ekipin e Laçit me 59 gola të shënuar në këtë sezon. Një sulm potent i drejt për drejt, një skuadër që ditë godas në momentin e duhur. Nga këndi është Azizi. Shohim shumë lëvizje në zonë. Arkimi i Azizit dhe topi larguar nga Dumfur. Më pas Tresa nuk i jep goditjen e dur. Bibo arrin të pasoj tek Sander Kalaj. Kurti. Tresa. Edhe njërë tjetër ka topin në Ledjo Tresa. Pason tek Nerguti në zona i. Dhe në pasimin e fundit. Mbyllet nga Vangjeli. Tjetër lëvizje tek Skënderbeu. Ndjaje do ty në fushën e lojës. E gjatë zëvendësimi do të kryet pas pak. Shohim Arkim në zonë. Kalaj nuk arrin dot. Rëmuj panik dhe qetësi për Skënderbeun që arrin të fitoj këtë faul. Është momenti dhe parë në fushën e lojës. Ndjaje largohet Mario Beshiraj. Tentoi të linte shenjë në këtë ndeshje të fundit në këtë finale, pa mundur dot, megjithatë bëri gjithçka që mundi, duke ndihmuar shumë skuadrën edhe në mbrojtje me fizikun e tij me topat e larguar. Arrin shaqe tek topi, pason tek Salen Asër dhe ka faul. Ishte dueli midis dy numrave 10 dhe ndëshkohet me kartonin e verdh Olci Myrta. Një ndërhyrje e rrezikshme
e shpejt e fort nga ana e numrit 10 të Laçit. Dumfur. Të gjatë për tek Shaqe, arrin të pasoj për tek Salena Sër, por ka do të kontrolin sulmuesi egjiptian, rikuperon në këtë duel me Olçi Myrtën. Traore kërkon tek topi, por vjen Dumfur me shpejtësi duke praktikisur pozicionin e tij. Edhe një herë tjetër Dumfur tregohet i shpejt, konkret në atë top të larguar. Olçi Myrta. Ponohet portieri i Skënderbeut Elir Dobjani që merr vëmendjen e kryesorit Florian Lata. E paralajmëron ka një faull për Laçin. Nerguti luan tek Harrison. Kërkon të luaj përpara Laçi, por deri më tani ka hasur një rezistencë të Skënderbeut. Nerguti. Kalaj. Nerguti. Pason të Kurti. Bibo është pranë tij. Mjaki. Pasimi i shpejt i fort për tek Olçi Myrta. I zhgënjyer numri 10 i Laçit që po mundohet në çdo sektor të fushës për të vendosur në vështirësi kundërshtarin. Edhe një herë tjetër, e merr me shumë qetësi portieri i Skënderbeut Elir Dobjani. Bibo me kokë. Traore luan tek Olçi Myrta, pasimi shpejt për tek Sander Kalaj, por edhe një herë tjetër lojtarët e Laçit nuk janë të qetë, nuk janë konkret në aksionin ndërtuese për vendosur seriozisht në rrezik prapa vijën e Skënderbeut. Thuajse asnjë rrezik në këtë pjesë të dytë nga të dyja skuadrat, vetëm disa ngacmime të vogla. Por deri më tani pa dëme për dy portierët. Sigurisht është një barazim që intereson ekipit të Skënderbeut. Ka një faull shkaktuar nga Ndjaje, lojtari i cili mori vendin e Mario Beshirajt. Olçi Myrta. Detyrohet ta kthej topin tek Mjaki. Nerguti. Kurti gabon në këtë pasim. Gjumësi në krahun e djathtë. Pasimi për tek Salena Sër, shumë sa hapësirë, goditja e tij ndale dhe në momentin e fundit Ndjaje nuk arrin dot tek topi, shkakton një ndërhyrje të parregullt ndaj kundërshtarit. Minuta e 71 ka mbetur i dëmtuar
Kurti. Dëshpërimi, zhgënjimi, indjaje. Vetëm pak centimetra e ndan nga lavdia. Sulmuesin e Skënderbeut godite Salen Nasër që ndalet nga Ortelio Biba. E në momentin e fundit duhej ndërhyrja e Kurtit për të mbajtur gjallë, për të mbajtur në lojë ekipin e Laçit. Shohim edhe një herë tjetër aksionin. Arkimi i gjumsit, goditja e Salen Nasër dhe në momentin e fundit Ndjaje nuk gjen topin, por kundërshtarin duke u ndëshkuar me kartonin e verdh. I treti lojtar tek Skënderbeu që ndëshkohet, por këtu ndalohen Florian Lata pasi doma e sistemit VAR ka diçka për të komunikuar me të. Ndoshta duhet parë momenti kur Ndjaje ka shkaktuar një faull, një ndërhyrje të parregullt. Do të presim nëse ngjyra e kartonit do të ndryshohet për të. Fton fillimisht kapiteni i Skënderbeut Estreja dhe skuton diçka me të dhe do të shkojë ta shohë në VAR. Do të shkojë ta shohë në VAR Florian Lata. Është një moment, një situatë ku mund të vendos në telashe Skënderbeun që sjell ankth tek tifozët e Skënderbeut. Ky është momenti. Topi larguar nga Kurti dhe ndërhyrja e Ndjaje. Lojtari i cili u aktivizua në minutën e 65 duke marrë vendin e Beshirajt. Merkon e nevojshme Lata. Po she nga çdo kënd këtë ndërhyrje të Ndjaje. Vendimi është marrë. Do të shohim nëse do të ndryshohet ngjyra e kartonit. Fton dy kapitenët, Kurtin dhe Estrejën. Dhe do tjetë kartoni kuq. Kartoni kuq. Skënderbeu me një lojtar më pak në këtë pjesë loje. Vështirësohet kjo përballje për ekipin korçar që do të duhet të luaj me një lojtar më pak, do të duhet të luaj këtë barazim. I zhgënjur Ndjaje. Vetëm 8 minuta zjat ndeshja për sulmuesin e Skënderbeut. Do të shohim nëse Laçi do të mundohet ta shfrytëzojë faktorin numerik në fushën e lojës. Të gjithë lojtarët e Skënderbeut të kthyer pas, ndërkohë që trajneri i Skënderbeut Ernest Gjoka diskuton me arbitrin e 4 Klodian Shahini. Pasimi i Mjakit dhe as cross as goditje, megjithatë shkon me shumë shpejtësi Azizi, por nuk arrin dot tek topi. Vetëm rivënie fundore. Edhe 15 minuta nga përfundimi i kohës së rregullt. Skënderbeu 0, Laçi 0. Topi larguar nga Dobjani, çuar përpara. Bibo. Ndërkohë tek Laçi pas pak do ty në fushën e lojës. Hajrullah Tolla, ish lojtari i Tiranës, kërkon më tepër fantazi dhe cilësi në metrat e fundit nga Gjishën Soj.
E ndoshta numri 11 i Laçit mund t'ja garantoj në këtë moment. Largohet Harrison, largohet një qendër mbrojtës dhe aktivizohet një mesfushor me tipare ofensive, por jo do të presim sepse ka një problem për një nga lojtarët e Laçit, është Ledio Tresa. Ka probleme, ka shqetësime Ledio Tresa, që sigurisht nuk është një lajm i mirë për Laçin në këtë moment ku kërkon më tepër agresivitet në fazën e sulmit. Ndërkohë shohim dhe kapitenin e Laçit Kurti që kërkon të mbajë të karikuar shokët e skuadrës, i ka afruar pranë vetes. Dhe do të largohet Ledio Tresa. Nuk është Harrison lojtari i cili do të largohet, por Ledio Tresa duket se nuk do të vazhdoj më. Sulmuesi i Laçit ka një problem në shpinë, që e shqetëson shumë sulmuesin e Laçit për të vijuar ndeshjen. Largohet Tresa, Hairullah Tola. Humbet cilësi në fazën e sulmit Laçi. Gjashtë gola të shënuar për Ledio Tresën, 23 ndeshje. Largohet 20 vjeçari dhe aktivizohet Hairullah Tola. Të uquar për para nga Dobjani, shaqe me kokë, e dorëzonte kundërshtari, por është një moment, një situatë ku Skënderbeu nuk interesohet më të luajë për para, por vetëm të pres kundërshtarin, të pres goditjet e kundërshtarit. E do të shohim nëse Laçi do të mundet të ndryshoj fatet e kësaj përballje. Myrta. Tërë ta kthej topin pas. Kim në zonë, i ullët mbyllet nga Estrella. Gjumësi, topi quar për para, për tek Salen Asër, mbyllet nga Harrison. Azizi, pason të Olçi Myrta. Edhe njërë tjetër topi shkon me fat tek Azizi. Bibo. Hairullah Tola. Luan në krahun e djatha të kundollet Mjaki. Nerguti. Kërkon pasimin Hairullah Tola, Mjaki në zonë. Ai Arkim që mbyllet nga Dumfur. Ndërkohë Shaqe e largon si mundet, jo mirë. Musa Baba kërkon të arrit tek topi. E dorëzon tek Mjaki, Tola, Nerguti. Nuk i ndajt Musa Baba. Bibo e kthen topin, të kundollet Kurti. Azizi në krahun e majt. Kërkon mbështetje. Sander Kalaj ka po në këtë pasim, lexohet mirë nga Abubakar, por e dorëzon topin Vangjeli. Duele force, duele fizike. Rivënia me duar i takon Laçit. Kërkon një faul Sander Kalaj. Nerguti. Kurti. Shemtar Kim në zonë, nuk ka rindo Traore. Pavarësisht se ka centimetrat e dura për të kërcënuar seriozisht portën e Skënderbeut, por kësaj radhe nuk ja doli dot të arrinte tek topi. Zhvendoset loja në krahun e djathtë, Mjaki e dublon Nerguti, punohet shumë, e kthen topin në mënyrë të gabuar tek Mjaki, mbyll Estrella, e cili preferon të luajë përpara tek Salen Asër. Është i vetëm, nuk ka se çfarë të bëjë Salen Asër. Bibo
Ndërkohë shojmë të goditet e Olsi Myrtës për fundon jashtë ngjitur me shtyllën. Kemi parë shumë gola nga të tilla distanca nga numri 10 i Laçit. Por kësaj radhe shënjestra nuk kishte e duhura. Ndërkohë trajneri Skënderbeut Ernest Gjoka kërkon një skuadër të kthyer pas, një skuadër që të bërë rezultatin. Luan përpara Ilir Dobjani. Kërkon një faul Musa Baba. Shojmë të pasim për tek Sander Kalaj. Kërkon të bëjë çdo lloj hapësire Ramos. Azizi. Bibo. Është vendos lojën në kraun tjetër, në kraun e djathtë, aty ku ndodhet Nerguti. Bibo. Kërkon hapësira sado minimale Laçi, por shojmë të Arkim Traore nuk arrin dot dhe topi që përfundon në duart e Dobjanit. I vëmendshëm portieri Skënderbeut, sepse edhe me një devijim të lehtë të Traores mund të vendoste në vështirësi Dobjanin. Topi dorëzuar shpejt nga ana e Korçarve, edhe një herë tjetër kërkon të organizohet Laçi me Nergutin, i cili luan tek Olsi Myrta. E ka topin numri 10 i Laçit. Ka bon vetëm për një çast. Nerguti. Mjaki. Arkim që devijohet. Hajrulla Tola. Vjen Dumfur. Mbyll aksionin e Laçit. Luan përpara. Do tjetë Klevis Hila, i cili do ty në fushën e lojës pas pak tek ekipi Laçit. Jonsunet intensive. Ekipi mik, por këtu ndalojën kryesori Lata. Sepse si pas sinjalizimi, ndoshta duhet të kryet zëvendësimi. Jo. Loj avion me Nergutin që insiston përpara. Bibo. Sander Kalaj. E shpi nga porta. Ka një devim. Ka një devim nga ne Marcos, i cili nuk është dakord dhe kartoni verdh. Dhe shkohet me kartonin e verdh Ramos për shkak të protestave të shumta nga ana e tikun drejt Florian Latës për këtë goditje nga këndi të akorduar që është shtata për Laçin. 3 kartona të verdh dhe 1 i kuq. Largohet Harrison. Hilaj në fushën e lojës. Shohim Arkimi dhe çfarë mundësie. Nuk arrin dot Nerguti, edhe vetë nuk e beson. Nuk e beson atë moment, nuk e beson atë situatë. Mesëshori Laçit. Është ndalu loja për pak çaste. Ka një zëvendësim tek Skënderbeu. Të aktivizohet Klajdi Çela. Po ka një problem për një nga lojtarët e Skënderbeut. Shohim edhe një herë tjetër Nergutin në kundërkohë për ta çuar topin në rrjet. E kishte mundësit, e kishte kushtet. Është ndalu loja për t'i ardhur në ndihmë një prej lojtarëve të Skënderbeut.
Shohim edhe njërë tjetër. Momentin kur Nerguti nuk ka rriti do të shënjestron dhe portën. Kërkoshie duke qaluar Gjumsi. E do tjetë Gjumsi cili do të largohet, në shpikërisht kështu, në fushën e lojës Çela. Largon një sulmues për një mbrojtës. Mjaki, luan te Kurti. Shohim të Arkim dhe topi që përfundon drejt për drejt në duart e portierit të Skënderbeut që jep frymëmarrje dhe qetësi ekipit Korçar. Dukshëm i tensionuar Ernest Gjoka me lojtarët e Laçit që kërkojnë të luajnë sa më shpejt. Por ndoshta edhe nga nxitimi i tepërt të humbasin edhe topa të shumë si ndodhen në këtë rast ku Salen Nasër luan në krahun e djathtë. Dhe ndërhyrja e Bibos. Se të gjithë në këmbë tek tifozëria e Skënderbeut. Ka një faul. Takon ekipit të Laçit. Kurti. Mjaki kërkon të luaj edhe energji dhe fundit Laçi. Ato grimse që kanë mbetur në këto minutat e fundit. Bibo. Mjaki. Edhe njërë tjetër Bibo luan të Kurti. Ka shumë dhe vështirë të çojë një to përpara, ndërkohë që Olci Myrta nuk e kontrollon plotësisht. Estreja topi gjatë, avancon Abubakar, por do duhet të kthehet. Bibo. Kon të shty, kemi përpara, son te Kurti. Tola. Mjaki, pason tek Tola, ku i fundit e kthem pas te Kurti. Olci Myrta, edhe një vështrim në zone, ka shumë dhe vështirë të arkoj një top. Aty ku ndodhe një pjesë e madhe e futbollistët të Skënderbeut, ndërkohë që Bibo ndoj nga jo distancë, por topi përfundoi në trupin e Estrellës. Kurti. Shohim markimin e Mjakit dhe topi që përfundon në duart e Dëbjanit. Ndërkohë do të kemi 5 minuta shtesë, edhe 5 minuta të tjera. Vuajtje për Skënderbeun dhe shpresë për Laçin. Kërkon një faul. Shohen tashmë këtë zbritje me Estrellën. Heziton të pasojë tek Salen Nasër, por gabon. Ishte edhe në një pozicion disi të dyshim Salen Nasër. Avancon Hajrullah Tola, i cili pason tek Mjaki dhe ka një faul. Ndërhyrja e Estrellës. Shohem edhe njërë tjetër, po dukshëm. Ishte më i avancuar nga linja e mbrojtjes Salen Nasër.
Kurti. Shohem Arkimi Kurtit dhe nuk ka rindot Nerguti, gjithashtu edhe Traore. I shgënjur Nerguti gjithashtu edhe Traore. Ka nervozizëm në këndin e djathtë. Nuk ndodhet Olsi Myrta, po shohim dy lojtarë të Skënderbeut të lodhur fizikisht. Çohet Ramos, gjithashtu edhe Dobjani, aty ku kryesori Florian Lata i bën me shenjë që të çohen. Janë minutat e fundit të edhshme, emocionuese. Kairo Atola. Olsi Myrta. Hilaj. Nuk ka rindo të jetë i sakt. Nuk vetë kontrolën e plotë të topit. Topi gjatë për tek Salne Nasër. Është Kurti i cili luan tek Sander Kalaj. Azizi fton Olsi Myrtën. Arkimi Myrtës. Hilaj me kokë. E dorëzon tek Dumfur, por gabon ky fundit. Mjaki Bibo, shumë lojtarë të Laçit në zonë, Arkimi Bibos. Në shtyllën tjetër shkon në Olsi Myrta, por i jep një dështyr Musa Baba. Mjafton vetëm kaq që të ngrej në këmbë publikun. Një vënim me duar për Skënderbeun. Ramos, luan përpara mbrojtësi brazilian. E dorëzon të kundërshtari është Azizi. Olsi Myrta. Nerguti. Pason të Kurti. Mjaki. Arkimi Mjaki që mbyllet nga Salne Nasër. Goditje nga këndi. Edhe 60 sekonda kanë betur nga përfundimi i shtesës dhe i gjithë kësaj përballje vërtet me shumë emocione. Tek topi është Azizi. Arkimi ti në zonë dhe Traore që gabon. Jo, nuk ka qenë një devijimi Traores. Tjetër goditje nga këndi. Arkimi Azizit. Shohim të goditje dhe Dobjani, çfarë ndërhyrje. I jashtëzakonshëm. Diçka pretendojnë lojtarët e Laçit, por për momentin Florian Lata bën me shenjë për një goditje nga këndi, duhet të presim. Portieri Skënderbeut i bën me shenjë që duhet ta mbyll ndeshjen. Nuk mund të pres më Dobjani. Edhe një herë tjetër goditja që ndalet nga portieri Skënderbeut. Ishte Mjaki. Goditja nga këndi ka braktisur portën Ortelio Biba për t'i ardhur në ndihmë shokëve të skuadrës. Të gjithë lojtarët e Laçit përpara, është mundësia e fundit, prova e fundit. Arkimi Kalaj dhe arrit të realizojë Laçi në frymën e fundit. Është kapiteni Arlind Kurti, edhe vetë lojtarët e Laçit nuk e besojnë në frymën e fundit. Në momentin e fundit realizon Laçi dhe tashmë shënsoi, bën me shenjë që çdo gjë ka përfunduar. E jashtëzakonshme emocione vetëm presidenti Laçi, zoti Pash Laska, qëndron i ftohtë aku për këtë gol në frymën e fundit.
Dja dhe fytyra që traton presidentin e Skënderbeut, Ardian Takaj. Një gol në frymën e fundit. E jashtëzakonshme, çfarë emocione, çfarë ndeshje, çfarë përballje. Në një ndeshje ku Skënderbeu po e administronte me kujdes, me qetësi, por ja që futbolli rezervon të tilla surpriza. E hidhur për Skënderbeun, por mjaft e ëmbël për Laçin. Arkimi Azizit, Sander Kala me kokë dhe Kurti i gjendur në vendin dhe kohën e dur duke e çuar topin në fundin e rrjetës. Festa kalon në tribunën qendrore, në pjesën e majt, aty ku ndodhen një pjesë e madhe e tifozëve të Laçit, dhe këtu Florian Lata vendos të mbyll këtë përballje, këtë 95 minutash vërtet emocionues, aty ku Laçi në frymën e fundit shënon me Kurtin. Shumë zhgënjim tek Skënderbeu, tension, nervozizëm, dhe Kurti, kapiteni i Laçit, kërkon të qetësoj situatën. Tashmë i bosjeshur presidenti i Laçit, Pash Laska, ty ku ndodhet edhe presidenti i federatës, zoti Armand Duka. Lot trishtim tek Dobjani dhe fest në krahun tjetër tek Laçi.